Atëherë sot pse jeni këtu në shesh? Përshëndetje, unë vi nga Ceriku, pash që po organizosh një protestë në Durrës. Kam dhe njerëzit e mi këtu në Durrës që kam pas pasojë atë nga përmbytja. Ju bashkova vullnetarisht. Po njerëzit tuaj që janë përmbytur kanë dalë këtu në shesh? Po, dikush nga këta janë këtu në shesh. Po presim akoma të bashkohen edhe personat e tjerë, banorët e tjerë, të pakta ata të prekurit, se nëse këta persona nuk bashkohen në protestë dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, do me thënë që ju shkon mirë përmbytja apo pasojat që kanë pasur nga çfarë ndodhi. Ju thjesht sot keni dalë për shkak të një thirrje të bërë në rrjetet sociale apo se keni edhe ndonjë përkatësi partijake, sepse zakonisht njerëzit mblidhen vetëm por thirren nga partitë? Unë kam parë në rrjetet sociale që ishte organizuar një protestë, po ishin orare të ndryshme, pash një në orën 4, një në orën 6, për mos gabuar edhe këtu që në orën 4, do ri këtu deri në orën 6 apo deri në orën 7, të shoh sa njerëz do masivizohen në protestë, sa njerëz do bashkohen. Edhe jam këtu thjesht t'ju jap një suport si qytetar i lirë edhe si bashkëdhetar mbi të gjitha. Ju falenderoj.